Bajnë s'ka, jo, vetë vendosja është e joja. Kajtë tjera të mundën me këtë mija, po vetë vendosja jo. Nese kohën... Ti në to me kritiku. Po jo. Una kemi përfaqësuesin politik këtu. Po mirë, na politikë po bojna. Po ti po mund të saj politik. Ti po mund të qëndrim partijak. Ai zotnia qëndrim të janë personal, nësa peshora e beni, edhe unë po mojna qëndrimit tona. Kush partisë për mene Si e për me ek listën sërba, po? Jam. Jo, për faselet e këtë? Jam, me vendim qeveri të vetë. Po te? Po. Qeveria merr vendim, qeveria merr vendim edhe vëllë organizator terrorist. Ti më heshte diçka në këto momente, nuk e di pse. A duhet shpallur organizator terrorist ose jo? A është kjo procedurë duhet vetëvendosja apo dëshiron ta krijeni sentiment të ri në kuadër këtyre zgjedhjeve? Këta, a di ç'është është kjo punë? A ki po këto zonat rreth Drenic, s'ke thonë sa me lështaku, më sa min dojnë mi fitu zgjedhjet. Këta vetë vendosja do mi fitu me listën si po që ka shumë e thjeshtë. Kështu që nuk e marr seriozisht as këtë veprimin Albinit atje, në këtë që zëja perdzojmë se edhe që domethënë a priori që i thonë ta jurista, domethënë më një herë bjen në pezapë. Edhe kësi filmat Albinit shumë mirë që i bën, i han mileti, le ta votojnë. Po nuk mendoj për 2025 në lista serbe të fiton zgjedhjet. Po ato po i fitojnë. Po nuk e di tash, nuk e di ja reflekton që kjo. Se nëse kish reflektu kjo, Faton Peci u desh me fitu Mitrovicën, pa ballotazh edhe në 60%. Sa e 5 vjet ka punuar në Mitrovic, Albin Kurti. Nuk po mendoj unë që mo lista serbe më domosdoshmërisht i fiton zgjedhjet, sepse në fundic njerëz kanë më këshyra jetojnë më mira, më keq. Domethënë çysh është arsimi, shëndetësia. E një qenë po vëlla. 30 vjet u kanë bërë 6 euro gjyq skaç. Shumë e thjeshtë është. Rryma në nëntor kur s'ka ndodhur më tarë për shembull flas personalisht 1060 euro, 97 euro. Shumë e thjeshtë matematikë e thjeshtë. 110 ai ka kuptuar. Ti pak më lirë. Ti bati hapa fondista se apo në fondista e për vjet. Të çon për mbarim ai. Qëra bishe, ti mund të ndjes 40 ditë. A ne kundërshtarëve këtij në 90 mundi 110. Sa fer kjo. Ankesë në gjërat kushtetuese. Çka po do të thonë shtret? Po më djofsh. Ta edhe çto kur e lidha me Arbetin, domethënë për çështën e veriut, ideja është këtë propagandën, domethënë këtë taktikën që e përdor Albini, listën serbe, veriun për vota, këta s'kan rrit opozita, domethënë me sfidu, edhe në situata, edhe kur është mirë me thënë po zotni, bravo që ta japim dorën, kur është keq, më dal me ragu, sepse e di që është një temë shumë e ndjeshme, po në fundis partitë politike janë më marrë vendime që shpesh ose ju dalin mirë ose keq. Po jo me lujtat pozicionin, domethënë to të ndej, se nuk del mirë në fund. U mendoj që në opozicion ke pas për problemi që nuk e kemi njeh pozicionin dhe ka mbetë për shembull